No one ever knows where we're heading, where this story goes. You just gotta hold on to your path. What feels right in your heart and your soul. I know you always wanna do what's right. I know you rather wanna flight than fight. But every now and then you gotta pause. Ask yourself, is this right? Stand your ground. You say, I wanna be the hero, 'cause I don't wanna give up. Now I am down at zero. When will it ever stop? I'm only human. How am I supposed to cope? One bad decision, I'm running out of rope. Përshëndetje dhe mirë se erdhët me Breshër. Nuk më kështë rastisur kur që t'isha jashtë në Breshër, sa I çuditshëm që nga. Hapa videon tashit, vendosa thash sot po iki po e pi kafe në park, nuk po e pi në shtëpi. Mora dhe një sanduiç edhe erdha. Kishte diell deri tani, po e dha koha që do binte Breshër edhe si orë zviceriane në orën 11 nisi fiks. Por shumë bukur parku. Kanë qelur magnoliat, pash edhe një kopësht që kështë nxjerrë fëmijët, o zotë sa të mirë që ishin, themun fëmijët e këtyre janë, nuk e di, kishin marrë një hartë të parkut edhe ndishnin hartën edhe përtiste njëre për tyre dhe I thoshte, ke dal nga vija, I thoshte, ke dal nga vija, nuk është aty, duhet të kthehemi këtu majta, se do të tikte djathës ai dhe ishin 3 vjeç fëmijë. Unë 28, 31 vjeçë grua, e të mjapsh një hartë pa GPS mezi merren vesh. Ai 3 vjeç e merrte vesh hartën, se ja kishin dhënë kështu me harta, mama me vija, e merrte vesh të këpus. When did we make it so cold? The air is too thick to breathe. I wonder when you're coming home at 4:05. Just where have you been? I can tell from your breath that you've been drinking. Lying seems so easy to you. Just wanna know what you're thinking. Nothing comes easy when it comes to you. You said you wanted to know me, but did you even try? All you do is Pazarin për sot, edhe erdhën dhe letrat. Të jesh I vetë punësuar në Gjermani është të vi një letër çdo ditë. Çdo ditë vjen ai një letër me informacione të reja, kod me të thënë si je, me të kërku lekë, e gjëra të tilla. Por pazarin e bëm, vajti 66 euro dhe t'ju tregoj ç'a mora. Si fillim tulipanat, sepse nuk mund të jemi pa lule, rozë dhe portokalli, këtu I kam marrë për, këto janë për tomë gjumit, këto për bushin, pastaj t'ju tregoj. Mora brezaula me mish lope, mora portokall. Ky sezoni tashi më duket shumë I vështirë për të blerë fruta, se më duket sikur nuk e di se çfarë është në sezon, se në dimër janë portokallet, janë mandarinat, janë mollët, kurse tashi ka edhe në shtrydhe që se kanë sezonin akoma, ka dhe rrush gjithashtu jo në sezon, do të thënë nuk e kuptoj ç'a bëhet tashi. Ç'a fruti bëhet tani? Darva? Besoj, molla jo ose bëhet, nuk e di. Mora çaj gjitha. Këto janë shumë të mira. Janë si njoki gjermane, unë I bëj herë të spuqura, herë të pjekura në furor, por dalin shumë të shishme, më pëlqejnë. Pastaj mora një burrata, jo, nuk mora bufala burrata, po. tash jetës po I mbaj mend çfarë blej vend. Po tregoj shpejt, s'po I bie gjatë.
Mora një thjerz, mora një na kjo për të pyrek me spinaq, del shumë e mirë, sepse kjo ka dhe pana dhe del super, pyreku me spinaq me këtë. Mora një lule shtrydhe, se ju thash nuk e dim qa fruti. Mora banane. Mora kiwi. Se kam një qetë këtu. Nga kiwit ku janë. Mora një kos bio. Do ikim të ferma të marim kos nesër, se është e premte që kështu ka nesër. Nesër jo se jam në fund, pas nesër. Një ciabatta buk. Mora këto specat që janë për tapas. Do i bëjmë të grillin, do shta i bëjmë sop, nuk e di. Ko e bukur është, mund të bëj dhe misra të pjekur. Mora misra, do më thënë. Mora një brokoli. Mora të ngrirë bizele. Këto bizelet janë shumë të mira të Lidlit të ngrira. Që se ju bje rruga merrni, se s'do shkënjeheni. Pastaj që mora tjetër. Një pako mish të grirë. 2 njoki. Thash, mu kujtuan njokit këshu, mora dhe njokit e këtyre 2 copë. Mora një koce dhe kjo është shumë e mirë, më pëlqen edhe kjo. Një këtesi s'kam kujtë. Një moll. Një bishtaj, mashurka, edhe një qumësh bio. Kaq mora, këto kushtuan 66 euro. Shumë me të drejtën vajtën, tani që po i shoh. Por këto çmimet janë rritur gjithandej. Në qoftë se jeni kurioz, nafta, se më pyeti dhe mami sot me sa është nafta aty. Tani që e pash ishte 2,29 cent nafta. Lumsi neve. Ne kishim dalë një nga shtetet me naftën më të lartë në Europë. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, Nuk ka gjë më të bukur në Gjermani se sa kur vjen pranvera, edhe lulet zunë që të gjitha dhe kësaj po i del një gonxhe tjetër, këto u hapën. Na pret edhe një javë ftohtë, edhe pastaj mendoj se s'do kemi më ftohtë për lulet, por janë okay. Kam edhe këtë si dordolec këtu. Edhe me vërtet ka dalë shumë bukur. Kemi akoma shumë punë me balkonin, por thash edhe këtë javë do jetë shi, që kështu nuk do bëjmë asnjë gjë, thjesht lulet që po marrin veten, edhe pemët që po çelin, edhe duket kaq shumë relax, kaq shumë super. Kemi edhe aty çadrën, dua të marr edhe 1-2 si tip shazllonash, janë me ngjyra si çadra, po janë shumë të bukur. Por Andi më tha që tek shtëpia nuk do të bleje më asnjë gjë, që kështu do pa gëbindje. self-touch your hand in mine gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You make Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna, te perdí por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer, por otra mujer. Todas mis culpas y todos mis delitos, no quiero aceptar que todo acabará. Por otra mujer, fallaste.
Luna de noche, canto por ti. Tú no respondes, luna te perdí por otra mujer. Yeah, yeah. Por otra mujer. No, 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 por otra mujer. I lëmë shindëroj vërës. I ka bo shumë mirë qoftet. I bo në spektakl. Ka bo kështu peta. I ka për të rëgët këto. Ka bo domate me qepë, me vaj ulliri, me kështu, me krip, me kështu. Edhe këto qoftet, i ka bo spektakl. Edhe salckosi. Shumë e mirë. Dhe po haj buke qofte, salckosi, domate dhe këto qepë që janë përzimi bashkë. Edhe, që janë të arso? Këto janë nudulcat e gjermanëve, por Andi arrojt në bni. Arroj. Sira rrugat e patatet. Po. Edhe i bërëm këto si patate. Edhe morëm këto si patate kështu dhe edhe këto janë shumë shishme, të nuk shindrojnë kërë. Kam bë xaxhishi, jo kos, jo salckosi. Po, të dzish. Po. E mirë ka dalë. Shumë e mirë. 10 për zotin, tjetër nivel. Uja është gjithmonë në top. Pse i bela unë këto? Për mu. Se më mojnë telefon nga ora, se ishte ora, 1-2, 12 këtë dion, tha mu qato tash, e thash du qofte. Se doje qofte ti? Sepse më kështë marrë malli, edhe është një vend të ndër të mund që bën kështu, ca qofte kështu. Edhe ato janë shumë të mira janë, edhe rrallë shkojmë aty, sepse na bie rruga. Po thojre po e hante një koleg bukur me qofte, më ra nepsi mua. Unë kisha hongër fatikisht se ato do ta merresha, më kisha hongër pak më përpara, më shkoj menja dhe thonë, mra nepse dhe i bojnë krye këto. Erdhi në shtëpi tha, ajo i bën më të mirë, tha. Jo. Ai vendi i bën më të mirë. Jo, i bën të mira, nuk i bën ose më shumë. Këto i bëjnë pak më ndryshe fatikisht si ne, këto i qyjnë qebapa, edhe i bëjnë pak më ndryshe se ne, se qofte tona. Janë të Kosovës ata, të Shqipërisë Kosovës? Ja, si të Kosovës janë të, po, si ti bosnjakët, kështu. Si ti bosnjakët, kështu. Macedon, si e bëjnë në Maqedoni? Nuk e di se për Maqedoni, por Po këto i bëjnë qëherë ke ngrënë? si ti Bosnjës, kështu si këto të Bosnjës e bëjnë. I bëjnë pak më ndryshe, tolla, dhe nuk i bëjnë thata, zakonisht, jo thata, se nëse thata, po janë, atë kam bëjnë si pak më të ujshme. Aha, se që kemi ngrënë në Bosnjë. Shikoj 20 vjetorin e Hannah Montanës, edhe është çmenduri se si ikën 20 vjet kaq shpejt. Pu. Më duket vetja akoma 13 vjeç në Poliçan, tu pa Hannah Montanën te Italia 1. Si ka njëhur vitet, edhe më special për mua është që unë dhe Hannah Montana edhe Miley Cyrus kemi të njëjtën datë të lindje, po unë jam 1 vit me e vogël se ajo. Është çmenduri se si ka njëhur vitet. Ju besoj që kur nisi show, nisa duke qajt, edhe jam çuar në këngë i kam performuar të tëra këngët e Hannah Montanës. Është e vërtetë ndy? I dija, i mbaja mend? 20 vjet, si kuko. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something. Shife, mora mësysh më ra njëna këto. O, sa që keq. Edhe do ikim në Spanjë! Me se po pres me vërtet jam shumë emocionuar për pushimet. I prem, nuk i kemi marrë për Pashkët, sepse për Pashkët ishte jashtëzakonisht shumë shtrenjtë, që kështu si unë dhe Andi kishim një javë pushime të mbartura, domethënë i kishim në punë. Edhe vendosëm që t'ikim në Spanjë, do ikim 5 ditë, 4 net, kështu i bjen, domethënë 6 ditë, 4 net, sepse do ikim me ditë plota, nisemi në orën 6 të mëngjesit, ditën e parë dhe kthehemi në orën 10:30 të darkës.
ditën e 6, mezi po pres. O zot, sa bukur doja kalojmë. Andi nuk ka qenë kurrë në Spanjë, unë kam qenë një herë, kam qenë në Barcelonë, nuk do ikim në Barcelonë, po do ua bëj surprizë. Mendoj se do i pëlqej shumë si vend. Edhe shumë pak veta kanë vajtur, të paktën nga bota kështu e influencerave në Shqipëri. Edhe mendoj se do jetë një ide shumë e bukur që mund t'ju jap në një sugjerim nëse do doni ta vizitoni, do jem në 2 qytete të ndryshme. E kam marrë vajtjen nga një aeroport dhe ardhjen nga një aeroport tjetër, si në Spanjë, si këtu në Gjermani, që kështu do jetë një udhëtim shumë interesant. Mendoj se do kënaqemi shumë, mendoj se kemi shumë të nevojshme, do jemi dhe në det dhe jo në det. Por besoj se do jetë shumë bukur. Mezi po pres. Mezi po e pres prillin për pushimet, besoj kam edhe një procedurë tjetër që nuk mezi po e pres në prill gjithashtu. Përshëndetim, po do ju tregoj më vonë për këtë gjë. Kjo është lajmi jo i bukur i muajit prill, por lajmi i bukur është që të ikim me pushime. Dhe mezi po pres. Ta përsëris edhe një herë. Jam emocionuar se thash, kemi 2 vjet që nuk ikim me pushime, edhe kemi shumë të nevojshme. Kemi punuar goxha shumë, jemi lodhur, sidomos Anti, okay, edhe unë kam punë më të lehtë. Ai është lodhur shumë dhe ka nevojë që të pushoj. Do të thotë, nuk kam më shumë nevojë të udhëtoj, por nuk e di për Pashkët çfarë do organizojmë, duke qenë se fal Zotit me sa pash nga koha, është kohë e mirë, dhe unë jam pushim të shtunën, shqyr se në fillim fare më vunë në turn, por pastaj rregullova dhe bëra pushim të shtunën, që jam të premte të shtunë të diel të hën, pushim bashkë me Andin. Edhe mendoj se kemi për të kënaqur, nuk do dalim shumë nga Dortmundi, të paktën nuk do dalim shumë edhe nga Gjermania. Mund shkojmë një ditë në Holland ndoshta, por duhet të racionojmë shpenzimet, duke qenë se do ikim edhe 6 ditë në Spanjë dhe Spanja s'është e lirë. Udhëtimi ka kushtuar relativisht mirë, tash i varet me çfarë e shef. Biletat kanë shkuar 280 euro vajtja ardhje, kurse hoteli ka shkuar 350 euro për 4 netë. Tani super mirë nuk është, por as super lirë, as super shtrenjtë nuk është. Mund të kisha shkuar më shtrenjtë, hotelet i kam gjetur jo më të lirët fare, por 1-2 shkallë më të lirët fare. Domethënë kam gjetur hotele shumë ekonomike. Best of friends through thick and thin. That's what we always said and what you believe. But I'm wanting more, can't help longing for your love. Time and again you're let down by him, then you turn to me to ask my advice. And I'm there for you, to help you through all the heartache he is causing you. I wish you could see just how good I'd be for you. I keep on waiting. Në Gjermani nuk janë okay. Kam 2 gjoba. I kam marrë te puna kur kam qenë te ai dyqani tjetër. Pres edhe 2 të tjera më sa duket. I kam marrë sepse kam parkuar më shumë se 4 orë dhe duke parkuar te Mitarbeiten edhe duke thënë targën time që kam këtë targë, por më thanë, nëse të vjen gjoba, më thanë, na sill kopjen të ta heqim në sistemi. Tashi nuk e di si e bëjnë qysh tek, por duhet çuar këto 2 kopje. Do i hidha atje tash se s'kam punë tjetër, ose do më japin një email ti skanoj ti çoj. Edhe erdha në shtëpi, dola. Po ma bën paraprit të paktën. Po më thash mos nuk do më vinin se parkova te Mitarbeiten, nuk thash asnjë gjë, që kështu njerëz mos parkoni më shumë se 2-3 orë te këto parkimet e marketeve dhe kështu, sepse vin ka gjoba, vin ka në shtëpi. Gjithmonë kam menduar se mund ta lë aty edhe ta shtyj atë gjën, për kshajnin atë blum kështu. Edhe nuk vinte gjobë, por jo, ta sjell ka në shtëpi me kamer, më kam bërë foto kur kam shku dhe kur kam dalë, që nga aq super ai parkimi, që ja vetëm për 2 orë ose për 1 orë, varet se sa thonë ato. Tashi, isha në qendër, mora kështu e pjatën,
Mu duk shumë e bukur dhe më e bukur që ishte e bërë me dorë, është me asparag, duke qenë se është edhe në sezon tash, mendoj se do duket shumë bukur. Shikoni, është pikturuar me dorë. Ishte shumë e bukur, e mora për 3 euro. Thash, më duk shumë interesante. Mora kripën që më pëlqeu shumë fare, ishte fantastike kjo kripa, e mbaruam që kështu morëm një tjetër, krip deti. Te dyqani mora edhe këtë për mini pavlova, ishte receta edhe thash që era shumë interesante, është shkruar gjitha gjermanisht këtu, më duk shumë e bukur, edhe mora një kopje, ishte falas. Mora edhe një termometër për të matur temperaturën e qumshit, se dua të provoj të bëj djathtë. Tash asaj gocës që a bëm për qumshin, sepse këtu shkruan për mishin, më tha mua ajo, nuk e di, më tha mua provoje, në qoftë të bëm punë, okej, në qoftë se jo, mund ta sjellësh mbrapsht, thjesht nuk duhet të heqësh këtë etiketën. Tani po e flas mendjen se u ta laj unë këtë pa i hequr këtë etiketën që ta fuste qumshin. Nuk e di, por mendoj si mendoni ju, bën kjo për qumshin? Është termometër, kështu po ka këto shenjat e mishit, që kaq grad duhet të jetë mishi brenda, që konsiderohet se është pjekur. Kjo ishte 6 euro, dhe mendoj se është super, edhe për mishin do më duhet kur të bëj një pul, ose kur të bëj ndonjë gjë tjetër që ta shoh është pjekur brenda. Pastaj më solli dhe Comens, fjarin. Kisha kopa marrë fjarin nga Comens, jam shumë e lumtur, duke qenë se do i kem dhe në Spanjë, mendoj se këto gjëra do më rrinë perfekte për pushimet. Ja ku janë. 4 pieces, 4 copë që kanë zgjedhur. Një është kjo. Gri për gri, duke qenë se është pullover, thash po a tregoj, ose e buçënka, që nga shumë e bukur. Shumë e mëngë të shkurtra, edhe me shall të vogël. E fiksuar me shajet këto kohë, mendoj se kjo do rri shumë bukur me për pantallona të bardha, kjo të duket shumë yll, shumë nice. Me mëngë të shkurtra, që nga e lehtë, më pëlqeka, pas ka këto kopsat që i pas ka në ngjyrë silver, edhe mendoj se është super një. Duhem provuar se dhe unë tashim me ju po i shoh sa po erdhën, që kjo është tjetra. Por këtë mezi po e prisja dhe që nga më e mirë live se sa mendova, se mendova se kjo do ishte kështu si sintetike, por jo që nga pambuk pjesa e kanatierës dhe pas ka sipër këtë pjesën e tyllit. Sa e bukur, sa e do duke mund me këtë në Spanjë. Pëlqeka, ka këto krahët kështu, edhe poshtë është pambuk që kështu më bëm pa frikë edhe nuk djersit, që ai sintetikun vjen herë ajo kur djersit, ajo. Do them vjen herë kur djersit me sintetik, kurse kjo është pambuk që kështu të rri, super yll me për pantallona të bardha kjo. Chef kiss. Pastaj, zgjodha dhe një set. Ky është fund fustan dhe një shall i vogël. Më pëlqeka kanatierja boost e vogël me pika kafe. Shumë cutie, por fundi isha më shumë e emocionuar. Një fund kaf me një këmish të bardhë sipër, ky seti. Super yll e si do duket shumë bukur atje, me pushime. Edhe është kështu elastik që kështu më bëm pa frikë. Shumë i bukur. Ka edhe një mini shall ta vë kështu. Të ngjaj si një mademoiselle. Si një zënjush e vërtet, prica është edhe i fundit. Kjo është më pak emocionuar aq isha, sepse kur ti bën bashkëpunime me PR, ato nuk të lënë që ti të zgjedhësh në tër webin. Të japin një link që quhet linku i influencerave dhe që aty ti zgjedh. Tash i varet se çka ka ky linku, duke qenë se Comens i ka masa deri në XL. Dhe unë me pantallonat nuk para rrezikoj shpesh, sepse në shumicën e rasteve nuk më rrin aty ku duhet, por nuk e njoh ka brandin, edhe nuk zgjedh pantallona, që kështu ky ishte i fundit që zgjodha, i bukur qenka, edhe ishte ajo gjëja që nuk isha shumë e emocionuar, por tash që po e shoh, mendoj se do rri shumë bukur, ka dhe rip në mes, është i lek, tani nuk e di do më bëj, ka këtë ripin. Shifani, është kështu. Më pëlqej tash që po e shoh. Më pëlqen shumë, mendoj se me pantallona të bardha ose një fund të bardh kjo do duket shumë bukur. Edhe pse krahët e mi lëm për të dëshiruar për të nxjerrë ashtu, por kështu. Edhe tash më shtoj edhe një punë
ajo hekshëni atje ku isha në punë, të mere me këto gjobat, të gëzoj anti, sepse mua s'më ka ardhur kur gjob. Edhe ku kam qenë në Shqipëri, kam marrë vetëm një herë gjob për një parkim, edhe kur nuk kam marrë gjob kështu, të më dalë të policia, të merja gjoba ose kështu. Edhe të gëzoj anti, të më thë të ka ardhur gjob, andej, këndej. Sepse unë i them ati si mund të kapi blici, i them, si mundesh, si ja del. Se jeri për atë kohësh një photoshoot që e kishte pushteti Gjerman, se si mjaftojnë fotot që i bëj una, edhe i them si mund të kapi blici, e më thot mua, ditën që ty do të vi, blici është kamera, radari, kur ecën shpejt, e më thot mua, ditën që ty do të vi një blic, mu nuk do më iqet nga goja, do them që gjithë kohës, të kapi dhe ty, do gëzoj, do hap shampanjë, kështu tallet, edhe unë tani që të them që ka marrë gjobët, dhe më thoj mua, e more dhe ti, pse nuk e rregullove, pse nuk e bëj, dhe më them të tallmet, që të më vej mua kështu që pse i them unë për gjobat. A kuptuat juve? Do bëj peshkun se jam edhe në punë sot, po sot jam te puna ime që kemi parkimin pak shumë. Pa këto budalliqet që kanë këta. Hajde merë me këtu, sa zë një fare se me këtë duhet flasë, që duhet bëjt qak shande këndej. Hajde gjermanishtja ime. I që habejnë e si i thënë gjobës me? Shtrafe. I që habejnë e shtrafe bekomën, di them. I që habejnë majnë auta, pozici, i që për njërë bajta, bla 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 kelasën, edhe ajo du më të mu, ja. E du meret me këtë punë. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to... Erdi andi që parë, sa nuk më ratë fikt. Nuk e di, më beri për ujtë të ftohtë, po dëgjoja një në këto historitë e mia. Me paranoja. Një po, në këto kështu. Edhe, qa po dëgjoja njerës që i kishën vajtë kishën hyrë në shtëpi, e kishën vjedhur. Po dëgjoja këtu, po gatuaja vetëm kurja, jep kjo dera këtu. Gërë, se kishë kapur kjo e librave, kishë kapur. U këthiva mbrapa, thesh... 2 pika direkt. Do, tavan 2 pika direkt, u lemerita, u tremba, ty! Imagino, të vi shpitatë, për shqipitatë. Se s'laj mërë. Po ju me një shurëm, të gjevën. Zhurëm bona. Nuk e di, sa më ka tremë ngriu gjaku, kisha dhe thik në dorë, thash se nuk e di, mu duk sikur me dolja aty, të gjevën. Ikim tash se jam në punë, jam turni të Hajde, kërë puna fartë, hajde që. Tetu, shijo për ka ime, të banka. Shkoj qik puna të lutë. Të shijo në të banka kër vjen aty. Rroga ime bukur.